Juristi Kadri Kryeziu ka reaguar ashpër ndaj atyre që sipas tij përdorin patriotizmin për përfitime personale. Në një postim në rrjetet sociale ai shkroi se edhe patriotë edhe hajnë nuk shkon, duke kritikuar gazetarë e analistë që sipas tij shoqërohen me persona të dyshimt si Fatmir Sheholli. Kryeziu i akuzoi disa figura publike për hipokrizi dhe për lidhje me individ që siç tha ai punojnë për Serbinë, duke i bërë thirrje që të kenë pak turp e ndërgjegje. Edhe patriotë edhe hajnë nuk shkon. Edhe patriotë edhe shok shpirti me Fatmir Shehollin nuk shkon, edhe gazetare analistë që na lodhin me lot krokodili për këtë republik, e njëkohësisht shok shpirti e ortak në dallavere me Fatmir Shehollin nuk shkon, edhe me Kosovën edhe me Serbinë nuk shkon. Bolle keni mashtru këtë milet me patriotizëm të veshur me miliona, me dreka e darka ku një shishe kushton sa 2 fish e 3 fish i rrogës mesatare. Pa turp, pa ndërgjegje, duke nxjerr foto me Bil Meza, që i keni ditë më mirë se punojnë për Serbinë, po si nuk keni pak turp. Arrestimi i Fatmir Shehollit për spionazh në favor të shërbimeve serbe ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik. Së fundmi, në lidhje me këtë arrestim, ka komentuar profesori Enver Bytyçi përmes një shkrimi në Bota Sot, reagoi ashpër duke i quajtur Shehollin një tradhtar tipik dhe duke ngritur shqetësime për praninë e tij të vazhdueshme në mediat shqiptare. Sipas Bytyçit, Fatmir Sheholli, tashmë i arrestuar në akuzë për spionazh, ka pasur një platformë të përditshme në televizionet e Kosovës dhe të Shqipërisë, nga ku ka përçuar sipas tij mesazhe me natyrë anti-shqiptare. Fatmir Sheholli është arrestuar për spionazh kundër Kosovës, e në të gjithë botën spionët klasifikohen si tradhtar të tipit Adeu të tyre. Nuk bën përjashtim as Fatmir Sheholli, por këtë tradhtar spion të Serbisë, shqiptarët janë detyruar ta dëgjojnë çdo ditë e çdo natë në ekranet televizive të Kosovës, e besa edhe të Shqipërisë. Ky spion i deklaruar serb i arrestuar para 2 ditësh ka folur me krenari për veprimtarinë e tij të spionazhit në këto ekrane. Kohën televizive ja kanë dhënë televizionet bazuar në politikat editoriale të tyre. Këto politika përcaktojnë jo vetëm orientimin, por edhe aktorët dhe njerëzit që përçojnë orientimin editorial të medias, deklaroi ai. Profesori thekson se përgjegjësia nuk ndalet vetëm te Sheholli, ai kërkoi hetim të thelluar edhe ndaj atyre që i dhanë hapësirë publike si edhe ndaj miqve të tij në politikë e gazetari. Kjo do të thotë se Fatmir Sheholli në ekranet televizive ka përçuar politikat editoriale anti-shqiptare me lejen e editorëve dhe të moderatorëve. Prokuroria nuk duhet të mjaftohet vetëm me Fatmir Shehollin, duhet kaluar në sitën e hetimit edhe disa ose të paktën ndonjë media që e ka rehabilituar atë. Duhen hetuar edhe miqtë e tij të medias dhe politikanët në Kosovë. Jam i bindur se ajo miqësi bazohet në ndjenjën e ndoshta edhe në veprimtari të përbashkëta anti-Kosovë, përfundon Bytyçi. Arrestimi i Shehollit vjen në një kohë kur institucionet e sigurisë në Kosovë kanë intensifikuar hetimet kundër ndikimit të shërbimeve të huaja, sidomos atyre serbe, në jetën politike dhe mediatike të vendit. Gjatë ditës së djeshme, gjykata themelore në Prishtinë caktoi masën e paraburgimit prej 1 muaji për Fatmir Shehollin, të dyshuar për spionazh kundër shtetit. Sheholli u arrestua të njëjtën në rrethin e Prishtinës pas hetimeve disa muajore kundër tij.